Mirë se erdhët në rubrikën e çdo të mërkure Këndi i Ekselencës këtu në Vila 24. Unë jam me studentët e Ekselencës, me Elsën, Rigelsin, Iglin edhe Gjensilën, të cilët sigurisht janë studentë ekselent, por mbi të gjitha janë kolegët e mi dhe gjithë sa periudhe sigurisht e kanë dëshmuar edhe këtë rol shumë të rëndësishëm pikërisht për të promovuar sigurisht edhe ekselencën e tyre. Sot kemi përzgjedhur një personazh mjaft interesant, sekundore përmenda, është një figurë mjaft e kompletuar me shumë shije politikës shqiptare, madje ju vetë mund të perceptoni ose mund t'jepni ndonjë karakteristika apo tipar që u bën përshtypje nga ky personazh përpara se të japim insertin. Unë do thoya që është një zë shumë i kritik dhe i fortë në politika shqiptare. Unë do thoya që një luftare e paepur e të drejtave të gruas. Igli Gjensila? Unë do thoya që është një mbrojtëse e rregullt e traditës familjare. Dhe pjesë e studentët e dhjetorit që dha kontributin e saj për ndryshimin e sistemit. Sonja Vesila, do të kënaqësi që ju kemi në Këndin e Ekselencës. Faleminderit edhe kënaqësi që më ftuat. Unë e kam ndjekur disa herë dhe keni bërë një gjetje të shkëlqyer. Faleminderit. Është shumë e bukur kjo përballja me të rinj, sidomos të rinj kaq të shkëlqyer siç janë këto. Ishte një shënim që mua më bëri përshtypje tek shënimi, pra ishte një pjesë e shënimit të Elda Lames. Shënimi ishte bërë me shumë dashuri, unë e falenderoj Eldën. Faleminderit, falenderoj edhe unë. Shumë të imtë edhe shumë të dashur. Po sigurisht që ka të detaje të tjera të hollësishme të jetës tuaj, ndoshta edhe të pathëna dhe që ne duam që ti zbulojmë përmes studentëve, përmes kësaj bisede. Megjithatë, shpesh ju cilësojnë si kritike. Jeni natyrë kritike përgjithsisht të gjërave, nga që kërkoni shumë nga vetja, nga të tjerët? Nuk di të them, ndoshta nëse kam këtë, atëherë do të thotë që është defekti im, sepse njerëzit duhet pranojnë ashtu siç janë. Asnjë nuk duhet të vi në modelin që neve kërkojmë që të kenë persona të caktuar. Duhet pranohen me gjithë të mira dhe të meta që kanë, jo të gjithë mund të jenë njësoj, domethënë, edhe duhet i pranojmë dhe limitet e tjetrit. Por ka një gjë që unë përgjithsisht tentoj që të bëj më të mirën kur kam diçka, dhe nga që jam natyrë profesioniste, natyrë që mundohem të arrij të bëj maksimumin, ndoshta e kërkoj të gjithë tek tjetrit, nganjëherë edhe pa dashur ose nganjëherë duke lënduar tjerët, edhe nëse ndodh kjo, sigurisht që i kërkoj falje me zemër nëse kam bërë këtë gjë, po përgjithsisht tentoj që t'jem e mbarë marrëdhënie me njerëzit. Okej, mirë. Ne kemi shumë pyetje me anë të studentëve. Gjensila, ti ke dëshirë ta nisësh para pyetjen? S'pare shumë kënaqësi t'ju kemi këtu. Madje është një privilegj, duke qenë se ju keni qenë një studente ekselente që e vogël. Ky është detaji i parë që duam ta zbulojmë. Detaji i parë që të doni. Kur themi që e vogël, i bie çfarë moshe zonja Mesila? Ku kam filluar unë arsimin. Po, që keni. Atëherë unë kam filluar shkollën në moshën 3 vjeç e gjysmë. Do të shkollën sepse shkollën klasën e parë. Klasën e parë 3 vjeç e gjysmë. Kam mbushur 3 vjeç në 16 shkurt dhe në shtator kam hyrë në shkollë. Fillimisht ishte një fakt detaj, ishte shumë i çuditshëm. Ikte në shkollë vllai dhe motra ime, edhe mua më duk si një padrejsi shumë e madhe që unë nuk ikja. Edhe këto të shtëpisë megjithëse u fillova të çaj, thatë, po të çojmë kështu thjesht dëgjuese, ndërkohë që e dija betaren, e kisha mësuar, se kisha parë motrën dhe vllain që studionin, kështu që e dija. Edhe pastaj shkova dhe fillova të marr nota. Po ishte e lejueshme? Pikërisht, jo, ishte thjesht për dëgjuese, nuk përse duhet isha. Edhe ndërkohë fillova të marr nota, sepse isha, domethënë kisha arritur të kap ritmin. Edhe kur u mor vesh pastaj nga mësuesit u bë qamet, u bë një gjë shumë e madhe. Si vazhdoi? Edhe vazhdoi që tash këtë pjesën nuk e mbaj mend tamam, po ma thon pastaj tjerë, si kam qenë shumë e vogël. Më kanë marrë në provim, kanë marrë provim nga Ministria e Arsimit, se më hoqën nga shkolla dhe unë e vevuaj dhe bëj të drejtën. Ata kështu si depresion. Nuk mund të rija dot në shtëpi më. Isha rritur shumë, nuk mund të rija dot kohë. Ishte një inteligjencë parakoshme. Po nuk e di, unë se kuptoj fakt pse nuk më çon kopësh në atë kohë. Duhet më kishin çuar në kopësh edhe kishte mbyllur aty ajo gjë, po më dukej se shumë e shëmtuar përparësja bardhë të kopshit nga si ma të zezë, pëlqente më shumë. Unë do të lë prapë te pjesa studime, po pak më vonë sa mosha 3 vjeç e gjysmë. Jo vetëm të duam ta marrim vesh si vazhdoi pastaj më bën një test në Ministria e Arsimit edhe thanë që ta vazhdoj shkollën. Edhe pastaj ndrova shkollë, sepse isha nga Emin Duraku që kisha shtëpinë, ndrova shtëpinë edhe erdha Kalidemi dhe bëra 2 vjet Kalidemi, pastaj te kushtrimi i lirisë. Kështu që jemi në zonë këtu. Pra, klasa e parë ka nisur që në moshë të vogël. 3 vjeç e gjysmë. Vetëm 15 vjeç e kam mbaruar gjimnazin. Pastaj mbarova fakultetin e parë ekonomiku. Që ndërkohë të tjerët e mbarojnë 18 vjeç. Mbarova filozofinë në Itali, po.
Dhe isha shumë e bukur se përgjithsisht e ndoja mos ja tregoja këtë gjë se më thoshin ti gënjen. Edhe kisha rrisja kot, rrisja moshën doja 18. Dhe ndërkohë nuk dukeshte diferenca në fakt në një moshë caktuar, se duke u rritur gjithmonë kur isha e vogël kisha problemin që isha e fundit në radhë kur isha përgjithësi, se isha më e vogël, isha 3 vjet më e vogël se ata. Në një moment caktuar kur filloi rritja dhe stopoi, për shembull në gjimnaz, pastaj isha krejtësisht normale dhe nuk kisha më as problemin e gjatësisë ose kështu. Problemin e zhvillimit se isha edhe paka shumë sot e kësaj dite për shembull miqtë e mi më të shtrenjtë në ato të gjimnazit i dua fort dhe kam një lidhje emocionale të fortë me to. Po, me shumë prej tyre biles në një që kur kthehet nga jashtë se kanë hikur shumë dhe kanë hikur jashtë kur kthehet në një nga jashtë mblidhemi akoma dhe është kënaqësi shumë e madhe. Ta vazhdojmë ti ku e lash. Ke po pra studimet jam, po ke diçka që dhe ju para se ditu dekoruat pjesë një grupi për 723 persona si nderi i kombit si studentë dhjetorit. Pyetja ime do të ishte kur e bët këtë grevë, le të themi organizimin e grevës që cila çoi në rënien e regjimit komunist. Kishte një organizim, ishte u mblodhët pa patur një lider le të themi, apo që diçka thjesht spontane. Dhe realisht e dini çfarë po bënit? Atëherë, kjo është një diskurs shumë i gjatë dhe është edhe pjesë e memorjes historike të asaj, do mundojmë të t'jap sa më shkurt. Atëherë, ne kishim 2 javë që e mbanim këtë pjesën e grevës mësimit, pra nuk shkonin në mësim dhe i mbanim njerëzit me pjesë nga këto veprat e nverit, por si me thënë pjesa sarkastike, pjesa cinike e gjës, dhe bënim mbledhje përthuajse për diçjet e studentëve, atëherë mblidheshin njerëzit me vullnet, nuk mblidheshin si tani që duhet thot partia shko. Domethënë atëherë mblidheshin se donin që ta bënin këtë gjë dhe ka qenë një moment jashtëzakonshëm. Dhe mua vjen keq që ju nuk keni pas mundësi ta jetoni edhe emocionet që ne kemi jetuar aso kohë. Edhe atëherë ka qenë sepse ne ishim gjithë në Partinë Demokratike, nuk diskutohej që shumë fillim si më studentët, por ajo ka qenë periudha që neve, si me thënë, morëm një rol më të rëndësishëm, domethënë më të qëndësishëm, se pastaj secili kush donte bënte pjesë të veta, kritikat e veta për sistemin e tjerë. Dhe kështu nisi si histori. Pastaj u pa që mbas 2 javësh nuk mund të rinte dot më në atë gjendje, sistemi nuk donte t'ia dinte, domethënë regjimi nuk donte që t'i hiqte emrin në universitetet. Tani, me thënë, gjithë ato studentë duhet mbaronin akoma shkollën me diploma për Universitetin Enver Hoxha, ndërkohë që ishte shpallur pluralizmi, ishte një gjë e cila nuk ishte më kuptim dhe përgjithsisht duhet të rishikojë figura Enver Hoxhës, nëse folën për pluralizëm, atëherë duhet kishte një ndërgjegjësim tjetër të shtetit shqiptar kundër kësaj figure, gjë që nuk po ndodhte. Kështu që u mor vendimi dhe ka qenë një mbledhje bërë tek menca e studentëve aso kohë. Edhe u fol, do hym. Ishte një problem sepse dhe studentët e Kosovës kishin dhe ato ishin duke ndërmarrë disa iniciativa, problemi ishte mos të shmangej vëmendja. Ne jemi gjithmonë shumë të vëmendshëm, me të drejtën, dhe shumë kombëtarisë si natyra, domethënë një një lider. Edhe ka qenë Blendi, ka qenë shumë Blendi Gonxha, po kanë qenë edhe tjerë, kanë qenë gjithë ato studentët që i pat aty edhe të tjerë, madje kanë qenë pjesë të një lloj leadershipi aso kohë, edhe leadershipi i evidentuar vetë, edhe shumë e bukur dhe një gjë tjetër, po ju them që ai komisioni grevës urisë, që përbështe nga 7 vetë, është votuar me letra, kanë votuar njerëzit, kanë shkruar dhe kanë dashur, e kemi numëruar në fund fare 1 për 1 vota dhe është një gjë interesante shumë. Do thënë kemi pasur respekt për votën atëherë. Nuk i bleni votat atëherë, nuk ishte bleni votat. Është të vegjël siç ishim, do thënë te një kati 3, një konviti kemi shkruar aty të gjitha ato emra. Ky vlerësim nga ana e presidentit që u bë para disa ditësh. Mos vallë mendoni që është disi i vonuar pasi duke pasur parasysh sakrilegje që ndërmorët. Këto përkasin historisë është, domethënë, pastaj nuk është, ne nuk kemi bërë për privilegj, ne ishim 20 vjeç, ne nuk e dinim. Normalisht. Ne ishim antikonformist, edhe kush nuk është antikonformist 20 vjeç është i mbaruar, domethënë njeriu do të jetë antikonformist 20 vjeç, sidomos kur është një sistem komunist që ishim rritur ne. Dhe nuk është se neve bëm dhe mendum tani që mbas kësaj do jemi deputet, ministra etj. Domethënë as se kemi menduar fare këtë gjë. Ishte një gjë që e mendonim që s'duhet ekzistonte, ishte një rebelim i një akt jon i brendshëm, edhe krye. Po të shkruajë pas në kohë, do ta ridonin 100 herë. 1000 herë është për një gjë. Ka vështirë që kjo është një gjë që ju frymëzon më tepër. Jo, ato janë nga ato gjëra që më ndikojnë, domethënë unë nuk kam menduar merr me politikë përpara atij momenti. Ai ka qenë momenti që unë kam filluar ta mendoj që ky duhet ishte destini im dhe unë do merresha diku që është frymëzuar, thua shpikërisht në këtë bërë një gjë të keqe dhe të mirë njëkohësisht që na ka bërë shumë rebela. Gjithë ku janë këto studentë dhjetor janë rebela brenda vetes. Sado që durojnë një moment caktuar do dalë doza rebelimit sepse kur e mësuar që ti thuash jo një shtypje aq të madhe, atëherë
si kauzë që rinia është ajo që... Ti harroje që mundet që më vonë dikush mund të më tregoj se çfarë duhet bëj në jetë, apo tregoj mungesë respekti, apo të shesi dhe të blej parimin në emër tim, apo në emër të fytyrës time. A ishin të momentet në cilat ju zbuluat se kishin aftësi për të futur në botën e politikës? Po, ato kanë qenë momentet. Dhe nuk hoshët më dorë asnjëherë nga politika? Ose nëse ka pasur ndonjë dorë se kam hyrë relativisht shumë më vonë pastaj, por gjithë them që nëse do pyesë tim shoq, që do ju thonte që qysh kur e kam njoftur Silën për mua, më ka thënë qysh në fillim që dëgjoj do merr me politikë, kështu që duhet ta dish këtë gjë. Herë ka vonë e kam ditur që do ishte kjo rruga ime dhe unë e dua shumë profesionin tim, me gjithë ato pisliqet që ka dhe që ju e dini, me gjithë intrigat, por unë nuk di të bëj një gjë më të bukur se sa kjo që bëj. Domethënë e dashuroj shumë si profesion. Do të bëj detalimisht këtë profesion. Absolutisht asnjë gjë. Jo, nuk do kishte ndonjë gjë sepse jeta është gjithmonë e ndryshme dhe gjithmonë të fal bukurira. Kam thënë që një moshë caktuar do e lë dhe do merrem vetëm do gatuj torta në shtëpi dhe do rris kalamajt e kalamajve, kështu që kjo do ishte edhe kjo është pjesë e bukur e jetës, pse jo? Por deri tani nuk e kam akoma si opsion, sepse besoj se kam akoma shumë... Me që jemi tek pjesa familjare që u hap. Do dija pak, ju keni një martesë shumë gjatë me një nga gazetarët më të njohur që për zotin Demi, zotin Engel Demi, dhe keni 2 fëmijë. Do dija si ishte njohja me bashkëshortin Engel dhe... Shumë e bukur se edhe ne jemi njohur pranë brenda botës politikës, edhe me Kelin. Keli ka qenë kryetari i Forumit Rinor Republikan, unë isha shefe politike e Federatës Rinisë. Edhe do bënim kështu, do kishim mundësi që të bënim aktivitetet me gjithë forumet rinore dhe shkova ta takoj. Edhe sa shkova ta takoj, unë vija nga Italia edhe isha kështu student atje, me një fustan në roz, me kapele, ishte gjë si e çuditshme. Herë keni marrë me lukun, me fije. Një ushë kam përshtypur. Edhe keni sa më pap, ishin ca çuna të tjerë për jashtë të gjithë. Me shikime të parë. Ishte një vjeç. Martesa? Ai është gazetar. Shumë të sa mosha jonë. Ai është gazetar, ndërkohë që ju politikane, kjo marrëdhënie midis politikës dhe gazetarisë, si ka funksionuar? Jo, po nuk ishte. Në fillim, Keli gjithmonë është marrë me gazetarisë sepse ishte në atë kohë Gazeta Flatra. Po të dy kemi qenë diku midis pjesës publicistikës, pjesës gazetarisë dhe politikës, që të dy. Po kanë ndikuar ndonjëherë për shkak kemi ndikuar shumë. Po Keli nuk është ai që i urca duket, Keli është shumë Më pëlqeu shumë filmi. Nuk e lam ta vazhdonte. Ishte histori e bukur. Do të pyesë edhe unë si vazhdon. Për herë të parë ishte shikim me shikim të parë. Jo. Kishte sigurisht kishte tërheqje, por pastaj ndodhi që unë pata një fatkeqësi shumë të madhe familjare, sepse nëna ime u smur me kancer vdiq më vonë dhe unë detyrova të kthehesha dhe gjatë asaj kohe u lidhëm më shumë bashkë. Ndoshta po kisha shkuar në Itali do kishte mbetur aty si histori. Edhe ajo ishte periudha që ne u lidhëm edhe më vështirë dhe ju lidhi më tepër. Po tashmë me zotin Kel, duke qenë se si figurë publike ka deklaruar dhe pasionet e tij siç është dhe pjesa e gastronomisë dhe e gatimit. A ju jep ndonjë dorë në kuzhinë? Keli është mjeshtër për gatim. Kush është shefi në shtëpinë për mënyrë? Shefi për po shohim vajzën. Shefi për kuzhinën, edhe goca ime ditë gatuj shumë sidomos në Bulsira. Është ajo një ekselente vogël. Po, ajo është tamam ekselente. Në fakt është shumë nuk e di edhe në gjurmët e teatrit. Të prindër. Po, faktikisht për të qenë shumë sinqert, është vjera ime që gatuan ditë për ditë. Në shtëpi se ne nuk kemi mundësi, por neve i përkushtohemi pjesës së kënaqësisë gatimi në weekende ose gjatë darkave përgjithsisht. Mirë po sa kohë filloi unë të bëjmë një gjë në darkë, kemi çi probleme mbi peshë të dy, kështu që tentojmë që ta lëmë çimunjan këtë pjesën e. Si po thonë shefi dietike. Po, shefi është vjera për ditë. Pastaj në weekende marrim neve në dorë, unë dhe Keli, edhe ndajmë ndonjë ditë njëri, ndonjë ditë tjetër ose të ndalemi pak te vjera, se këto marrëdhëniet janë shumë të bukura në fakt. Aq tepër kanë vërë edhe në rrjetet sociale që keni hedhur foto si shoqe, një marrëdhënie shumë e ngushtë. Marrëdhënia ime me atë tash ka më shumë vite kam që jetoni bashkë, pra jetoni bashkë në një familje. Po. Jetoj me vjerën time dhe është njëri familjes, nuk edhe vjera është si llafi keq për ta nana i themi neve. Malli bashkëshorti. Edhe kush e njeh, ju i themi si kalamajt, tash në familje çame kështu i thon, ose nana kur është akoma e re, ose nuja kur bëhen gjyshe. Edhe tako për të thënë. Dhe jo,
nana është shumë e rëndësishme në shtëpi edhe shoqëri që e kemi, është jashtëzakonshme. Paturit ka shumë status e mjetë, nëse do t'i cilësonim të tilla, pra duke qenë nën, duke qenë politikane, duke qenë grua e përkushtuar. Sa e vështirë është t'i kesh të tëra këto statuse dhe si arrini ta menaxhoni kohën kryesisht? Edhe koha që do t'i kushtoni fëmijëve tuaj se harruan. Tani ndoshta ka një kohë që ja marr diçka. Për shembull, tani sidomos që jam para fushatës, kam shumë pak mundësi që të merrem me vajzën. Që ndoshta merresha më shumë përpara, do të thonë gjatë kohës që nuk isha në fushatë dhe në fakt flas për vajzën se djali është i madh edhe. Djali është në moshën, është student. Po. Është 22 vjeç, është për mjeksi. Te Zoja Këshillit Mirë. Do të jetë një mjek i jashtëm. Shpresoj që do jetë mjek shumë i mirë, fakt i madh është mjek edhe unë doja që ai të kishte profesion, se po ta leje atë do merrte me politikën. Keni planë me politikën apo? Ai do kishte plane të merret me politikën, por nuk e lën njëri. Po pse ky vendim? Do të thënë që duke qenë se ju keni kaq me pasion politikën. Po sepse edhe unë po të kthehesha mbrapsht do kisha marrë një profesion, më profesion, flas profesion shkencash ose inxhinieri ose mjeksi ose diçka tjetër, sepse politika është shumë e padrejtë dhe është shumë vulnerabël në një farë mënyrë. Pra ti varesh nga humori apo nga dëshira e dikujt që me cilin nuk ka asnjë arsye pse të varesh. Kupton? Me thënë ti fund fare varesh nga humori i kryetarit të partisë. Do kryetari i partisë pëlqen, do kryetari i partisë pëlqen. Ti mund të jesh super e talentuar, mund të kesh 10 herë më shumë virtyte se sa kryetari i partisë, por i bjen bixha e tij kot, domethënë i bjen në rastin edhe ndërkohë duhet bindesh tek në dëshirën e një hajvani që s'mund të bindesh ti, kupton? Kështu që pse ta lej djalin që të ketë një ditë fat, më mirë të ketë një profesion dhe pastaj duke parë duke bërë. Përkimi me persona të caktuar është krejtësisht rastësor. Po, është e vërtet. Me vajzën, marrëdhëniet meqense me djalin e kuptuam këtë mrekullueshme. Ajo është në moshë me cilin pasion po rritet? Zdi ta them akoma se është shumë e mirë në të gjitha lëndët. Kam përshtypjen se do doj diçka kreative, sepse shumë krijuese si natyrë. Por ndoshta kur të rritet do ketë një gjë diçka më të qartë. Është kjo diagonale që vajza e babit, djali i mami këto marrëdhëniet, kështu që të dyja në shumë të lidhur në të njëjta. Po lukun tuaj kush kujdesat? Vetë. Vetuar me shije, fine, shumë elegante. Tash i ka filluar vajza. Të sugjeroj. Po. Këtë fustanin sot ka mua ata do të. Se unë mendova tash në orë vesh në palpatallona, dukem çik me xhinse, kështu dukem çik si më studentët. Ja mua tha jo, tha se nuk bën, tha. Ma do vish një fustan, tha ja dita zgjedhun, tha vish të leja. Edhe një zgjedhje e bukur vajza. Tani është rritur edhe po ka dhe sy shumë, i pëlqen shumë këtë pjesa e. Është rritur me këto idenë e shijes nga ana e jote. Do të kenë një pyetje më shumë sinqe, më shumë nuk është se lodhem shumë me këtë pjesën e lukut, mos e kujtoj. Do të thënë nuk dua që të çdoj shumë, por nuk është jam e fiksuar. Që keni përfolur si kolegët tuaja në politikë në lidhje me lukun, shpenzimet e tepërta, takat shumë të shtrenjta. Unë është në listën e femrave të kuruara në politikë. Përgjithsisht me kolegët e mia, për kolegët e mia kam shumë respekt, kështu që çfarë marrëdhënies keni? Me disa prej tyre dhe mund mos kem misi, por shumë, domethënë për shembull Albana Vogsh është mike ime më e mirë. Edhe kjo dihet, është një misi që ka shumë vite që është Melinda Bregun dhe Melinda Bregun kam misi shumë të mirë me Zonjën Topalli, me Olta Xhaçkën, me Rodiana Spahiun. Monika Kuremali është një nga miket e mia më të mira, edhe mike familjare. Me që po flasim pasni dhe gjithë aspektet, me thënë drejtën po me në gjithë krahat politik. T'ju a them shumë sinqerisht, gratë janë vlera më e veçantë e këtij vendi dhe gratë në politika në akoma më të mira. Me që po flasim për angazhimin e grave në bërë një aktualitet që ka të bëjë me aktualitetin. Pak le themi para një viti ju stigmatizoni shumë me Partinë Demokratike, jeni edhe një nga themeluesët e saj. Para një viti ju me një letër publike u larguat nga kjo parti politike për të shkuar tek Partia për Drejtësinë dhe Ngritjen e Unitet, që është me kryetar zotin Idrizi. Ju larguan apo u larguat vetë nga PD? Dhe nëse ju larguan, le themi kush ishte një shkaqet ose një person? Atëherë ju e dini se tash nëse e keni ndjekur kisha një 2 vjet që isha në një kontradiktë vazhdueshme me leadershipin e ri të Partisë Demokratike. Sigurisht, me gjitha rezervat, tani nuk dua as t'i kthehem më asaj kohe. Për shkak të konfliktit me
duke që qenë se për krahas zotin Oldashje. Po sigurisht që ajo ishte, po tani megjithëse zoti Oldashi nuk është më që mos ta përdor më si argument, po sigurisht që ajo ishte dhe Inati vazhdoi, po nëse s'ka rëndësi tani se është dhe historia dhimbshme një çik edhe nuk ja vlen. Po mos ta kalojmë të pjesën e Por vazhdoj mendoj ta them këtë dhe ta mbyll këtë, vazhdoj të mendoj që ai do kishte qenë lider i vërtet i Partisë Demokratike. Pastaj se çfarë bëjmë eksperimente, hajtë shikojmë rrugës e çfarë dalin. Gjithsesi, për mos ta vazhduar më këtë, se e di që gjithmonë vetëm këto lajme dalin, se vetëm këto... Nuk ishte shumë shkaqet ishin që unë nuk i bindesha gjërave të cilat nuk i mendoja të drejta dhe që mendoja që ishin abuzive në Partinë Demokratike. Kam arritur një moshë caktuar, kam një karrierë caktuar, kam një eksperiencë caktuar për mos të thënë, më falni për shprehjen, sepse ndoshta nuk ka lidhje me persona, për mos të thënë Derrida i thon populli, e kupton? Domethënë, e mendoj kështu dhe duhet të jetë kështu. Megjithatë nuk është se po shaj dikë, është thjesht për të marrë dhe për të cituar një shprehje populli, e kam fjalën që për mos pranuar një gjë që është e papranueshme. Këto problemi ishin ku ishte zoti Basha kryetar apo ishin ku ishte zoti Berisha, se kemi dëgjuar me kritika ku ishte zoti Berisha kryetar. Tani zoti Berisha ishte një lider historik. Edhe zoti Berisha ishte një gjë tjetër. Ishi pa kritikueshëm. Dhe jo, nuk ishte pa kritikueshëm, se edhe me zotin Berisha kishte biseda intensive personale, por të paktën me zotin Berisha ishte një gjë që fliteshin gjërat, pranohesh apo s'pranohesh ti, ishte aty midis, domethënë nuk është se bëhesh një bisedë me zotin Berisha dhe pastaj dilesh dhe thuash një gjë tjetër, e kupton? Pra kishte mundësi që plus që na njihte që të vegjël zoti Berisha. Domethënë ne ishim që 20 vjeç, ai ishte njeriu që ishte themeluar Partinë Demokratike. Domethënë kishte një lloj peshe tjetër dhe kishte një qasje tjetër me të gjithë ne. Keni sot komunikim me zotin Berisha? Po, kur shihemi në parlament përshëndetemi shumë për zëvendësisht. Po me zotin Basha? Jo, nuk më ka rastisur. Asnjësor. Për sa i përket angazhimit tuaj? Absolutisht. Për sa i përket angazhimit tuaj? Edhe mund të ketë, se s'kam një armiqësi, me thënë drejtën, por çështje parimore. Jo, nuk është thjesht çështje parimore, është çështje njerëzore që çedon shumë herë, po se ta lëm të gjë se janë protestat do të duket sigur edhe protestat e bëjnë mirë që bëjnë se protestat janë mira. Angazhimi juaj ka qenë maksimal për mbrojtjen e drejtave të femrave, të grave, dhe vajzave. Dhe për pjesën e tyre të angazhimit politik, a mendoni se i ka ardhur fundi, mund të themi, pjesës së kuotave fikse të përfaqësimit të grave në parlament, pasi femrat shqiptare tash mund të themi që janë mjaftueshëm të emancipuara sa... Nuk është ashtu. Ka disa zonja të cilat ja kanë arritur mundësisë që të jenë pavarësisht pra situatës që të jenë në skenën politike, por ka tjera të cilat do duhet që të ndihmohen. Për shembull, kuptoj për shembull që në PDI-u nuk ekziston ky lloj problemi, sepse zoti Idrisi ka qenë shumë bashkëpunues dhe shumë mbështetës për gjininë femrore, për gratë dhe vajzat në parti. Ka si deputet femër, përveç jush që jeni... Jam kryetare e grupit parlamentar. Është vetëm një femër kryetare e grupit parlamentar. Meqense ra fjala në fakt, edhe kjo është një misi shumë e vjetër sepse zoti Idrisi ka qenë grevë në Uris, njësoj si ne jemi brezi studentëve dhe torit që jemi rritur bashkë, thuajse të gjithë në politikë. A mendoni që duhet një presidente grua? Po, e kam thënë që po. Dhe keni një marrë që... Keni emra që mund të vinë të formojnë Po jo, thjesht është një ambicie personale? Nuk është për ta djegur, thjesht mund të jetë një model që ju mendoni se mund të jetë presidente dhe mund ta përfaqësojë shumë lloje. Mund të përmendë disa emra dhe ne pastaj zgjidhim. Atëherë, dakor, ja si them shumë emra. Mimi Kodheli, meqense është e para në listën tuaj, Melinda Bregu, Albana Vokshi, Nikesha tuaja, që mund edhe më parë që ishin kolegët më të mira. Po, pra ka... E diskutoni mes njëra tjetrës këtë çështjen e presidentit, duke qenë se keni dhe një miqësi me njëra tjetrën. Diskutohet shpesh mes jush? Jo, më tepër formë batutash. Se nuk pranon dot asgjëra që duhet tjetra. Si punë komplimentesh, tashmë me që jemi në një atmosferë protestash dhe ju dhe themi e keni filluar demokracinë, pjesë e një greve të një proteste. Po shumë mirë më dash, protestat nuk i bëjnë keq një vend. Do dia ju vjen keq që s'keni mundësi të bashkoheni me atë protestë? Tashi, njëri që bëj protesta jam, nuk e kam për shumë. Fjalën me Partinë Demokratike. Po doja që të shkoja. Po via politike ju jeni në aleancë me Partinë Socialiste që protesta është kundër asaj. Më duket sikur tashi, nese protesta nisi për votën e lirë, edhe kjo është një
kauzë drejt, kështu që nuk do kisha asnjë problem unë te kjo pjesë. Aleanca e Partinë Socialiste sigurisht që është, por unë jam demokrate, kështu që unë nuk është se kam fshehur ndonjëherë për ardhin tim apo mendoni se janë zgjedhjet në rrezik meqense kërkohet vota e lirë? Shiko, unë mendoj që është një standard shumë i mirë që ne ti përmirësojmë këto standardet, por të mos harrojmë që janë bërë çuditëra në këtë vend, se të dy partit janë me bashkëkryetar reformën zgjedhore, në Komisionin e Reformës Zgjedhore, dhe nëse nuk donte njëra parti ta thrisë tjetra dhe ta çonte përpara procesin. Pra të dyja partit kanë rënë dakord për mos rënë dakord dhe tani thuhet për tjerët. Po ju them vetëm një gjë, që në zgjedhjet lokale në 2015 në mënyrën më abuzive të botës ju hoq numëruesi PDU-s, sepse duhet i takonte partisë 3 dhe 4 dhe duhet ishte shorti. Thanë jo, nuk e bëjmë shortin se nuk e dim, jeni në majorancë apo jeni në opozitë. Dhe akoma nuk e kemi dhe tani në bazë kësaj ne duhet dishnim parlamentin, duhet dishnim Tiranën, duhet dishnim KQZ-n, pra edhe ne vetë, po kjo s'është normale, megjithëse është një gjë që është totalisht jo ligjore. Tani, kjo historia që kapet bulevardi Peng një herë në 4 vjet, unë nuk besoj se është një gjë mirë për qytetarët, sepse e ndjejnë këtë gjën. Por mos harrojmë që të dyja palët nuk kanë mundësi që t'ia thonë, sepse të dyja palët e kanë bërë. Po si kryetari e grupit parlamentar të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, sepse perceptimi publik është që kjo si parti ka një elektorat relativisht djathtë, masivisht djathtë, dhe ky koalicion me Partinë Socialiste është i natyrshëm dhe do ketë risk për zgjedhjet që sapo janë nder në qershor. Atëherë. E kam ndarë shumë të shqetësim, sepse unë vetë ju a thash, unë jam një djathtë dhe unë do vdes e djathtë, nuk kam bërë mund të lëviz nga kjo, nga parimet e mia. Por PDU-ja ka një kaos që është shumë e rëndësishme, që është çështja kombëtare. Çështja kombëtare, çështja Çame, sepse është çështja më vitale e saj, se nuk është vetëm çështja Çame, kanë shumë gjëra tjera që janë përfshira. Po çështja Çame është çështja më kryesore sepse nuk ka progreduar për gjatë viteve. Dhe kjo do të thotë që është detyruar të bashkëpunojë me të gjitha qeveritë që do vinë, sepse nëse ti nuk bashkëpunon me një qeveri, çështja jote nuk mund të shkojë përpara kur ti ke çështjen kombëtare. Çështja kombëtare nuk mund të jetë në opozitë me çdo qeveri shqiptare, sepse i tekalon. Dhe kjo është fakti edhe që zoti Idrizi vjen nga Majta dhe unë vjen nga Idjata dhe kemi gjetur një mbrus shumë mirë bashkëpunimi bashkë. Dhe fakti është që çështja Çame ka progreduar shumë dhe ka ecur shumë. Dhe kjo është gjëja kryesore dhe elektorati jot nuk mund të thotë dot që ti ke tradhuar çështjen kryesore që është çështja Çame, sepse sot flitet në Bruksel për çështjen Çame. Do flitet pak më vonë në Londër për shembull. Ne kemi aksionet jashtëzakonshme që jemi duke bërë për këtë. Nga tjetër ju flisni për djathtë, po ka patur më shumë iniciativa djathta sa ato që kemi sjellë ne në këtë parlament që ka qenë fuqi e Majta. Kur do hapeshin dosjet ndonjëherë? Janë hapur dosjet, ne kemi çuar, kemi bërë presion të tmerrshëm për të hapur dosjet. Po pjesa ilustracionit që ju donit nuk u bë pjesa ilustracionit. Mendoj që do ketë efekt si ligj. Por shiko, është më mirë një hap se sa asgjë. Edhe të paktën të filloj si proces, pastaj kur vinë djathtë në pushtet, gati jemi, ja çojmë prapë ilustracionin, atë ndryshojmë prapë. Një gjë më shumë është, e kupton? Gati jemi, vetëm të vinë dhe ja themi këtë gjë që ta çojmë në tutje. Gjë të cilën ju keni deklaruar edhe në parlament, që keni thënë disa herë, nuk është koha për të marrë me çështjet e numrave, por me çështje më kryesore, më konkrete, siç është ajo çështja Çame. Çështja kombëtare përgjithsisht, nuk më pëlqen që ta zvoglojmë se çështja Çame është pjesë e një çështje të madhe shqiptare. Mos harrojmë që ne jemi sot shqiptar, do të thonë ne kemi një tragjedi kombëtare dhe akoma nuk po arrim ta kuptojmë. Ne jemi të ndarë në 5 shtete, 2 milionë me një vend, 2 milionë 800 me një vend, se kemi ngelur këtu fjetore, kemi ngelur edhe këtu shumë pak, domethënë kjo është tmerr kjo që ndodh në Shqipëri dhe që askush nuk flet. Rreth 800.000 në Maqedoni, pastaj ka tjerë në Preshevë. Kemi në Malzi, kemi në Çamëri, pra jemi të shpërndar, por nuk do bëhemi dot fuqishëm kur ne po vazhduam kështu. Por cilat janë pritshmëritë e PDU-s në zgjedhjet e qershorit? Ne pritshmëritë tona janë të dyshëm numrin e mandateve. Ju ku do kandidoni? Ku keni dëshirë të kandidoni? Unë do kandidoj në Tiranë. Në lista e parë, e dytë? Këtë e vendos partia, vendos kryesia e partisë. Kryetar. Jo, vetëm kryetari, është kryesia e partisë, që i shikon numrat. Sigurisht mund të jetë kryetari në fillim, pastaj do jetë në një nga debatet. Po besoj se kryetari është. Mbaj në një nga debatet më të zgjata që keni bërë, që është shumë i famshëm, në debatin midis jush dhe në atë kohë deputeti i Partisë Socialiste, sot ministri i Brendshëm, zoti Tahiri, që ishte për një. E prisej domethënë. Sigurt. Po patjetër nuk shpëton kjo, që ishte për debati për të vrarë të iniciatorët. Dhe në atë debat ju shprehet
mbase pak me tonë të nxehur që nëse tenton prap ta prekësh kryeministrin me dorë, do të vajesh ato palmat që janë bashkë me kryetarin tuaj. I keni kërkuar ndjes e para dhe e dyta, e keni menduar të bëjnë ndonjëherë, po themi, jo koalicion, po do ishit bashkalaat në një majorancë? Jo, në politikë nuk do me thonë asnjë gjë se mund ndodhi ditë që mund të jenë aleat Partia Demokratike me Partinë Socialiste. Mos mendojmë që koalicioni i gjëra politikisht nuk është kjo. Tani, se çfarë thonë politikanët në debate, tani kjo është një gjë që dhe mua ishin një 20 herë që nuk lajnë gjë pa më thënë aty përpara, e kupton? Dhe ishte pjesë e një debati që la u nxef rrugës. Vjen keq sepse thanë që pika thonë që, me thënë, u transformua dhe thanë që do varësh protestuesit e 21 janari që nuk ta mendoja. Ishte një gjë për zotin me zotin Tahir, ishte një shkëmbim i fortë batutash, por që sapo dolëm nga aty ne dolëm që flisnim me njëri tjetrin dhe u kuptu se çfarë ishte gjëja, e kupton? Jeni penduar në moment tension. Po mos jam natyrë në fakt që duhet ta bëj tot, por kur nxehem edhe gjëra që kanë ndryshuar të pjesë të karakteristikës. Gjërat e rënda që më thon mua si mbaj mend njëri, e kupton? Po këto vrasje që më thuheshin mua etj deri në çedime familjare të tmerrshme. Mirë, parlamenti dihet që ka një retorikë është, e kupton? Se gratë e vajzat të cilat përfshihen në politikë shpeshherë shikojmë që ndryshojnë temperamentin, ndryshojnë karakterin. Nuk ndryshojnë temperamentin. Është politika ndoshta e tillë? Jo, nuk ndryshon temperamentin. Sigurisht nuk. I bën më maskiliste. Jo, nuk janë. Shiko, kam lexuar është një libër shumë i bukur Jelena Ferrantes së fundmi edhe tregon për jetën Napoli, ka është një në fakt ai është pseudonim, edhe thot një gjë shumë bukur në një moment saktuar. Thot shumë e çuditshme, thot po të gjitha gratë kur duan që të ecin karrierë, ecin sipas një modeli mashkullor. Do me thënë shumë punë, shumë përkushtim, prera etj. Dhe kjo jo vetëm në politikë, kudo. Po edhe shembujt më shumë janë meshkujt politik. Ja, pikërisht, sepse meshkujt kanë shërbyer si një lloj pikmalioni, si një lloj krijimi i një modeli mashkullor në vend. Pra, kjo është arsye. Edhe një pyetje kemi, kohë se 2 minuta duhet ta mbylli. Fakti që keni studiuar filozofi, ajo ka ndihmuar ndonjëherë të studioni ose të kuptoni më mirë temperamentin dhe personalitetin e etikut? Po. Qysh momentin e parë ti arrin të kuptosh çfarë tipi ke përballë, çfarë keni kuptuar në natyrën njerëzore? Një gjë që do t'i vetu. Jo, natyra njerëzore është me shumë dimensione, është e pamundur që ne kryesisht qenit në politikë ose a bëhesh egoist? Egoist po. Egoist po bëhesh në politikë. Patjetër, altruizmi dhe politika nuk janë dy gjëra që shkojnë paralel bashkë. Shumë shkurt opinioni për më shumë. Është minutë i fundit. Keni tatuazh në krahun tuaj të djathtë? Është pak detajist. Nuk është vërtet keni. Ajo shqiponjës? Po. Jo, ai kam bërë në kohën e plazhit, po ikin. Edhe bratash me gocën, kështu që opinioni juaj për median, duke qenë se për një periudhë qeverisës Berisha ishi dhe drejtuese e AMAS, a shihni, duke qenë se ka pasur shumë akuza për median, më së fundit zoti Topi para një jave, në atë poltron që jeni ulur ju, bëri akuzën ndaj medias duke i cilësuar të blera që shërben qeverisë. Cili është opinioni juaj, si e shihni ju? Sa i shërben qeverisë, ca ndonjëherë jo qeverisë, por sigurisht media ka preferencat e veta. Vazhdon simbiotike. Tani, nuk është e keqja, nuk është media. Media bën një lojë që nga një herë gjithmonë ka një lloj pushteti, le të themi, se tash nga të gjitha krahët, pushteti është nga të gjitha krahët, mos kujtoni. Pra ka një mos ja vjen fajin mediave. Unë tentoj që megjithëse kam qenë kryetare e AMës dhe di shumë mirë që shumë herë ka një presion të panevojshëm edhe jo shumë të pamoralshëm nga një herë në media, por nga ana e medias, por gjithsesi është një gjë që nuk i bën keq fundit media. Është një gjë që shërben demokracisë, kështu që për gjithçka që shërben demokracisë duhet mendojmë ta rrisim, jo ta sulmojmë. Pak nuk shë mendoj. Mirë, mbyllëm me median. Unë ju falenderoj të gjithëve, veçanërisht zonjën Mesela Doda. Faleminderit. Kaloi shumë shpejt sepse është shumë e rrjedhshme zonja Mesela dhe nuk e kupton fare kohën. Se ishte kështu si bisedë. Në një opinion për ne? Me dy fjalë? Kërkoj. Dhe kush shpëtoja pas E para një herë shpresoj mos ju marrin mësysh kaq të mirë sa që jeni dhe që dilni këtu, kështu që edhe dyta lumsi shtëpi që ju kanë, lumsi familje që ju kanë, jeni të rregullueshëm të gjithë. Edhe shpresoj shumë që do keni fat sepse fati duhet shumë në karrierën tuaj, por edhe të keni mundësi që të arrini ato ëndrat që doni dhe që keni në mendjen tuaj. Mos lejoni kur që një njeri t'ju thotë mjaft, sepse nuk do ja shtroj rrugën asnjëri, merrni dhe thyeni dyert edhe muret po ju avun përpara. Mos përdorim shprehjen e fatshme. Faleminderit shumë zonja Doda. Faleminderit gjithë shikuesve.